Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete për të lexuar letrën të radhës, rrëfimin e radhës. Këtë rrëfim na ka shkruar një nuse e cila është e martuar në një familje, por që po kalon momente shumë të vështira. Në fillim Vjera i është dukur ëngjëllore, por më pas kur e ka kuptuar të vërtetën, Vjera i ka dalur krejtësisht jashtë kontrollave që ajo ka pritur të jetë. Përshëndetje i nderuar Tiranë. Unë që po të shkruaj këtë letër, jam një vajzë shqiptare. Nuk dua të tregoj vendin se nga jam, sepse e di që kjo histori që do të tregoj shumë shpejt do të bëhet shumë e madhe. Prindërit më martuan me shkesi kur unë isha vetëm 19 vjeç. E fejuar kam qëndruar vetëm 5 muaj dhe pastaj më martuan. Fillimet ishin shumë të bukura. Vjera ishte shumë e ëmbël, shumë e dashur, shumë paqësore. Njeri me të gjithë kuptimin e fjalës. Thoja me vete, si kjo vjerë nuk ka në dynja. Ditët kalonin. Vjera ime çdo ditë afrohej më shumë edhe hapte një temë më tepër. Buri dhe vjeri vazhdojnë të punojnë të dy, sepse kanë një firmë. Ndërsa unë me vjerën rinim gjatë gjithë kohës të dyja në shtëpi. Ishte e pa diskutueshme që të mos të bisedonim. Ishte e pa diskutueshme që të mos të flasim. Bëni muhabet, kaloni momente të bukura mes njëra tjetrës, dhuronim emocion, dhuronim dashuri. Dhe pikërisht, kur afrimiteti jonë u bë më i mirë, Vjera më tregoi për një histori dashurie që kishte patur në rininë e saj. E quajta si një gjë të kaluar dhe që i ka mbetur peng në zemër. Por dita ditës, ajo vendosi që të më tregonte që në telefon nuk rinte duke parë video nga Big Brotheri që shohin tani të gjithë plakat, por ajo kishte një marrëdhënie. Një marrëdhënie të hapur me shokun e vjerit tim. Vjeri im edhe shoku i tij janë të dy ortakët e biznesit të cilin kanë hapur. Ajo e quante veten shumë gabim. E kishte kapluar frikë e madhe në qoftë se Vjeri do ta merrte vesh. Dhe plani i saj ishte që kjo e vërtet të dilte dhe të mos bënte më gabime të tilla. Për ne ishte pa imagjinueshme që Vjera të bënte një vepër të tillë, ishte jashtë çdo konteksti. Unë e pyeta nëse ishte penduar për atë gjë që e kishte bërë, ajo më tha që nuk e besoja, që në këtë moshë do të ngjeja ngrohtësi. Ajo më tregoi që Vjeri im kishte hequr kohë dorë prej saj. As nuk flenin bashk, as nuk bënin gjë. Dhe dëshira e madhe për të patur një diçka më shumë se realiteti e bëri Vjerën time që të merrte një rrugë ku fatkeqësisht është rrugë e keqe. U trondita, por ra shpreh e gënjeshtrës të saj. Nuk e di se si besova vetes time që unë ta ndihmoja atë. Që unë t'i qëndroja pranë dhe unë të gënjeja familjen. Teksa një ditë u grindëm të dyja, sepse unë nuk duroja dot më dhe ajo më tha: "Edhe sikurse të më zbulon buri im,
Unë do të angjis fajin ti sepse ti ke qenë me mua në takime. Dhe unë do të them që ajo flen me atë, jo unë. Dhe mua më ka kapluar një siklet i madh. Vjera më kërcënon çdo ditë. Vjeri më kërcënon gjithashtu, sepse do të thoni ju pse më kërcënon, sepse Vjeri e shikon që unë nuk jam mirë, edhe çdo ditë është duke më pyetur në qoftë se kam probleme me djalin e tij. Unë çdo ditë në shtëpi jam duke qarë sepse Vjera ma vendon këtë gjë në dukje. Mos gabo të flasësh, se do të shkatrohesh si nga ana ime, ashtu edhe nga ana e nënës tënde. Vjera ime kishte marrëdhënie me këtë zotëri që ne e njohim që hyn e del në familjen tonë për vite të tëra. Ajo kishte ndarë momente me të, kishin qenë në udhëtime bashk, kishin jetuar momente të bukura si gruaja e një biznesmenit, por realiteti është krejtësisht ndryshe. Është një realitet shumë i dhimbshëm. Për këtë gjë që ka ndodhur, unë dua të marr mendimin tuaj se çfarë të bëj. Jam në një hall që edhe vetë nuk e kuptoj se përse më ndodhin këto gjëra. Për çfarë arsye më ndodhen kjo gjë? Pse duheshte unë të përjetoj një moment të tillë? Pse duheshte unë ta shijoj një moment të tillë? Vjera ime vazhdon të jetë shumë agresive, vazhdon të jetë shumë e keqe. Ajo ka një sjellje të tepërt me mua, shumë të ashpër. Por unë as që dua ta besoj se ajo ka këto mendime. Ndonjëherë dua të marr guximin t'i tregoj burrit tim se çfarë nëne ka dhe çfarë është në gjendje që të bëjë nëna e tij. Por në të kundërtën kam shumë frikë, them si do të gjykohet, si do të flitet në mentalitetin ton kjo gjë. Të gjithë njerëzit, kur më shikojnë, mendoj se e din të vërtetën, edhe unë jam fajtore, por jam në një siklet të madh. Vjerës nuk i dridhe qërpiku fare, fare hiç. Ndërsa unë jam me frikën që askush nuk e imagjinon që mua po më ndodh. Dua të marr mendimin tuaj. Si gjykoni ju këtë histori? Dhe çfarë mendoni ju se duhet vepruar dhe duhet bërë? Mua e tëra kjo po më shqetëson shumë, po më dhuron një presion të papar dhe më nxjerr krejtësisht në një anë të një njeriu tjetër që unë në të vërtetë nuk jam. Dua të marr mendimin tuaj.